Një 71 vjeçar nga fshati Vrelli, komunës së Istogut, ka bërë histori këtë diel duke votuar për herë të parë në jetën e tij në zgjedhjet parakohshme parlamentare në Kosovë. Ai ka treguar për mediat lokale se nuk kishte mundur të votonte më parë, pasi kishte jetuar jashtë vendit dhe nuk kishte mundësi të kthehej për të ushtruar të drejtën e tij qytetare. Pas shumë viteve në emigrim, kjo ishte hera e parë që ai mori pjesë në procesin zgjedhor. Pas votimit, 71 vjeçari shprehu shpresën që zgjedhjet të sjellin të mirë për qytetarët e Kosovës, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes në jetën demokratike të vendit. Kjo histori tregon se asnjëherë nuk është vonë për të ushtruar drejtën e votës dhe se pjesëmarrja qytetare mund të vijë në çdo moshë. Një shkrim i realizuar nga Kimete Berisha. Ah, moj vota ime, nuk je për këdo. Pse se votoi Bedri Hamzën, sepse kurrë nuk ka qit pushk, nuk ka qenë i burgosur politik, nuk u ka prirë protestave studentore, nuk ka qenë ushtar i UÇK-s, nuk ka shkruar asnjë ese mbi politikën, kulturën, shoqërinë dhe historinë, e ka lënë Mitrovicën në terr, nuk ka folur për film as për muzikë, s'di cili është libri i vetëm letrar që e ka lexuar. Shtiret i urtë, nuk është, shtiret i dashur, nuk i beson askujt. Në tubimin e tij, Samil Ushtaku i quajti gratë e kundërshtarëve Zagarica. Bedri Hamza është i mbivlerësuar, duket i urtë, jo sepse është i mençur, por sepse është frikacak. Dhe kujt i friksohet? Provincial, lokalist, i prapambetur kulturalisht dhe politikisht, s'është as për klerë sepse s'është orator. Pse se votoi Lumir Abdixhikun? Nuk ka protestuar kurrë për asgjë, nuk është hirënd, është lakmitar, askush nuk ja di prej ardhjen e pasurisë. Nuk e kuptoi si jeton në lagjen e milionerëve. Nuk ka shkruar asnjë ese mbi politikën, kulturën dhe ekonominë. Është hatërmbetës dhe hakmarrës, është mos mirënjohës, ua ka kthyer shpinën i shokëve që ja kanë dhënë falas partinë, është materialist, jo idealist, e ndërron fen për pushtet, nuk bën humor, bën ish aty ku s'ka pula, nuk është orator, nuk është i dashur, është gurman, është dembel. Pse do ta votoj Albin Kurtin? Sepse ka qenë në burg, u ka prirë protestave studentore, është disident, e njeh historinë, e njeh politikën rajonale dhe ndërkombëtare, nuk është inferior, nuk është provincial, rrezikon, merr vendime të papritura, është vetmitar mes njerëzve, jeton me qira, e njeh filmin, muzikën, letërsinë, religjonin, di të shkruaj për çdo temë, e ka çliruar veriun e Mitrovicës, do të çel fabrikën e armëve, u jep rroga fëmijëve, i respekton gratë dhe sepse më ka thënë që unë shkruaj mos e bukuri. Po, autokritik, jo.